pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-sawmu nisfu as-sabr. Agjerimi është gjysma e durimit. Pra, pse ne sot agjerojmë? Ne agjerojmë për shkak se kemi sabër, kemi durim. Ata të tjerë që nuk agjerojnë, për çfarë arsye nuk agjerojnë? Elementi kryesor që ju mungon atyre është se nuk kanë durim. Por s'kan durim me pritën, me pi kafën e mëngjesit, me zhvendos në kohën e iftarit, pas iftarit. Nuk kanë durim. Nuk kanë durim me duru etjen dhe urin deri pas iftarit. Dhe atyre ju mungon ky element. E për këtë arsye agjerimi është gjysma e sabrit. Për fjalë Ramazani është një kurs praktik i durimit. Pra, çdo minutë që besimtari ka lënë gjatë ditës duke qenë agjerueshëm, është në një kurs pa të holla që spaguan për to, për në heshtje e mëson durimin dhe e mëson këtë sabër, këtë adhurim kaq madhështor, dhe këtë ja mundson agjerimin.